Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me personalitetin në studio dhe temën për të cilën do të flasim. Do të kalojmë të flasim pak edhe për euforinë e nëntorit, dhe do flasim për ekspozitën Traditë në Telajo të një artistje të re, shumë të talentuar, Arbina Emini, të cilën kemi nderin që sot ta kemi në emisionin tonë. Përshëndetje Arbina dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje Ariana, mirë se u gjeta edhe dusha t'ju thënë faleminderit shumë për ftesën, realisht është një kënaqësi e madhe për mua. Faleminderit shumë Arbina që na ke nderuar, të përgëzojmë për ekspozitën dhe të dëshirojmë punë të mbarë në karrierën tënde të mëtutjeshme. Ne kemi si traditë në emision, fillimisht flasim pak një biografi të shkurtër për personalitetet që i kemi të ftuar. Atëherë, si do të kishe përshkruar veten si një artiste, pra kush është Arbina Emini përtej pikturës? Atëherë unë kam lindur në qytetin e Tetovës, shkollën fillore e kam kryer në shkollën Kirili dhe Metodi, kurse të mesmen në medresen Isabeu. Pastaj vendosa që të vazhdoj studimet pranë Universitetit të Tetovës, drejtimi i artit figurativ. Edhe vetën si artiste do ta përshkruaja, do thoja, jam një njeri emocional. Edhe unë inspirimin kryesisht e gjej nga gjërat e thjeshta të përditshme, nga natyra, nga portretet e njerëzve, nga ato gjërat e thjeshta, por që realisht e mbushin përditshmërinë tonë dhe kanë shumë vlerë. Këto janë gjëra që më japin inspirim si artiste dhe jam autokritike shumë. E vetes, kritikon vetes shpesh. Kërkoj shumë nga vetja dhe asnjëherë s'jam plotësisht e kënaqur. Kjo është në fakt e bukur, një veti shumë e mirë e njerëzve. Po megjithatë, kush e ka zbuluar për herë të parë talentin tënd të pikturës në fakt? Ka qenë që nga fëmiria një talent i yti apo dëshirë e madhe për të pikturuar? Që e vogël, që kur të tregoj drejt që kur mbaj mend veten, unë edhe e kisha ata agrin, kjo që të vizatoje, din, po që për inkurajim më kujtohet mami. Në familjen time ka shumë talenta, për vizatimit, babi sidomos, po vetëm se ka nga këto gjeneratat e më parshme, askush nuk e çoj në nivel profesional, themi. Unë vendosa edhe ta studioj, e kam dash prej e vogël edhe kam qenë e bindur na që e kam dash. Prej e vogël desha diçka me art. Kurse sa për talentin më kujtohet edhe ishin, tashmë nuk janë ato librat e shkollës fillore që i kishim kujtohet. Vizatimet thjeshta të libri leximit, mami më çonte vizatoj këtë, si e bon, ama tash habitem kur i shoh se i kam i ruaj vizatimet, i kam bë kopje. Do të thënë prej vogël i boja kopje. Edhe talentin tek ti ka zbuluar ndonjë arsimtar, ndonjë mësues, familjarët apo vetë ti e ke zbuluar që je talent për të? Vetë familjarët, kur hira në shkollë vetëm se unë vizatoja, edhe në shkollë do të thonë jam njoftur në klasë, kjo vizaton bukur, kjo vizaton bukur. Po cilët kanë qenë ato frymëzuesit ose frymëzimet e para që ke marrë brushën në dorë, le të themi? Do thoja portretet. Portretet sepse u mundosha do me thonë t'i kopjoj. E më kujtojt edhe çka shifsha, më kujtojt një herë, kam qenë e vogël, e kam parë një portret në Terezës. Edhe isha të ndejt, me vogël kam qenë, edhe e kam bë kopje. Pëlqente shumë punimi me laps, ja jepja dritën hien, fillimisht më kujtohet se më kanë pëlqyer shumë ngjyrat t'i bëjnë letër. Më shumë e kam përdor lapsin. Pastaj normale edhe ngjyrat ishin një mënyrë shumë e mirë për të shprehur emocione, edhe luaja mbas ngjyrave, domethënë mbas emocionit si e kisha për momentin në atë mënyrë përdorja edhe ngjyrat. Shumë e bukur. Po megjithatë ke realizuar në fakt ekspozitën tënde, është e para ekspozitë që ke realizuar, Traditë në Telajo. Çfarë përfaqëson për ty Tradita dhe pse e ke quajtur pikërisht kështu? Traditë në Telajo atëherës Tradita padyshim që është e rënjosur thellësisht e ne, atë nuk mund ta mojë askush, sado që të mundohemi të shkojmë nga kjo modernja, globalizmi, por ne duhet ta kuptojmë se çdo popull në botë, jo vetëm ne, tradita është ajo që të bën të veçantë, dhe të jesh i veçantë, të jesh domethënë autentik në një gjë, është ajo e cila me të vërtet ka vlerë. Unë jam shumë pro mendimit se ne duhet ta ruajmë traditën tonë, nuk duhet mundohemi të kopjojmë traditat e tjerëve. Okej, ka disa gjëra që nuk mund t'ju ikësh, sepse ne jemi vetëdijshëm, ka disa gjëra që i përfshin, domethënë, përfshihen në kohën bashkëkohore, po mund edhe traditën ta risjellim në një mënyrë tre, edhe bashkëjetojmë me ne, hiç pa problem. Mënyra më e bukur mendoj se është e arti, sepse arti është më rezistent. Edhe nëpërmjet artit ja bën edhe një reklam shumë bukur traditës tënde, domethënë vlerave tua në gjithë botën, pse jo. Cilat janë Arbina temat të cilat i ke qelluar në këtë ekspozitë që ndërlidhen sigurisht me traditën, e që ke dashur përmes tradicionales t'i sjellish në pikturë? Atëherë kam dashur një rëndësi të madhe t'i jap veshjeve, lëvizjeve, valleve, ornamenteve, të gjitha simbolikave. Mu më pëlqejnë vallet shumë. Si vend, e kam thënë dhe si vend i vogël që jemi,
Është shumë e veçantë se çdo krahin ka vallën e vet, përfaqësohet nga vallja, nga veshja, e veçantë domethënë dallojmë. Dihet janë shqiptare, por dallojnë njëra prej tjetrës. Unë i kam dhënë rëndësi asaj, edhe jam munduar t'i paraqes. Jo në një formë, domethënë jo konkrete diçka, po më shumë jam munduar ta paraqes shpirtin, lëvizjen. Dhe këtë jam munduar ta jap nëpërmjet ngjyrave. Po. Megjithatë, si e ke ndërthurur elementin tradicional me stilin tënd personal bashkohor ose modern? Atëherës, mënyra e punës time është ekspresionizëm. Ekspresionizmi do me thënë, ta japesh atë që mënyrën se si e shet ti. Do me thënë, nuk e ka marrë ta bëj formën, ti themi konkret ose shablon. Ashtu si është, e nxjerr, është realizëm ndryshe. Jam munduar që fokusin ta jap më shumë televizjet, edhe këtë e kam bërë nëpërmjet stilit tim ekspresionist, duke bërë një përzyrje ngjyrash, kombinim, harmoni ngjyrash, edhe besoj se kjo është kombinimi më i mirë me modernën, ti themi, sepse kjo është rezistente dhe jeton. Ke ndonjë pikturë të veçantë nga ekspozita që ka ndonjë histori më personale, të themi të saj, ose për ty është më e veçantë, ka lënë më shumë bresa, apo të gjitha janë njëjtë, nuk mund t'i dallosh? Jo, të gjitha patjetër që janë njëjta, edhe secilën kur e kam punu, domethënë në kohën e vet, te secila kam dashur t'jap një mesazh, kam pas një ide në mend, kam pasur diçka që kam dashur të transmetoj. Por çfarë do thoja, jo për mënyrën e punës, por për mesazhin e veçantë, e kam një pikturë që quhet simfoni etnike. Është me ngjyrë gjelbërt, edhe ajo për dallim prej tjerave e kam bërë, domethënë valltarët ose shqiptarët në rreth. Të vallëzojmë. Edhe këtu ka qenë qëllimi që sot që jemi kritik ndaj njëri tjetrit, me raste, jemi kritik, por e kemi dëshmu vetën se në raste kritike, ose në rast nevoje, kemi ditur ta ndihmojmë njëri tjetrin. Edhe mendoj se kjo është mesazhi më i mirë, domethënë pa marrë parasysh për ditëshmërisë, po në raste vërtet nevoje jemi treguar mbështetës dhe zemërgjër ndaj njëri tjetrit, dhe kjo mendoj se është karakteristikat më të bukura që kemi ditur ta ruajmë edhe sot. Edhe këtë jam munduar ta shpreh nëpërmjet vallës, domethënë të gjithë të bashkuar në një rreth. Humanizmi në fakt tek shqiptarët është shumë i rëndësishëm dhe shumë i theksuar, kështu që mirë që ke bërë një pikturë të tillë të veçantë që të ngel edhe në kujtime. Megjithatë, sa kohë të ka marrë përgatitja e kësaj ekspozite? Shkon shumë kohë apo më njëherë përgatitet edhe bëhet ekspozita? Shkon kohë, se duhet patjetër pak pauzosh, ta shikosh, ti rikthehesh prap. Edhe kur do e marrësh si punë intensive ka qenë 8 muaj, mund të themi diku. Domethënë çdo ditë. Çdo ditë ka punu nga pak, por patjetër se duhet japish atë vëmendjen e dur secilës, të kthesh, të shikosh nëse ke bërë ndonjë gabim, nëse punon shumë e humbet edhe fillin. Duhet patjetër të largohesh pak, shikosh ku ke bërë gabim, ku ke bërë diçka, a duhet përmirësosh diçka. Domethënë është një punë që për dalë bukur duhet relativisht kohë, duhet kohë. Megjithatë, çfarë teknikash apo materialesh ke preferuar që të përdorësh në këtë ekspozitë, dhe a je konsultuar me ndonjë bashkëpunëtor nga ideja deri tek realizimi? Të ka ndihmuar dikush, je konsultuar me dikë? Në fillime, patjetër, unë këtë edhe si temë diplome e kam pasur me valltarët në shqiptar, dhe këtë kam dashur ta çoj edhe një hap më lart. Mirë po, atëherë kam pasur domethënë si temë, emri ka qenë i kufizuar vetëm valltarët. Edhe patjetër që atëherë më ka dhënë shtyson profesori i pikturës, profesor Melika Arslani, edhe më motivonte vazhdimisht se mirë, është bukur, vazhdo, mos u ndal. Se si artiste e rreti ke atë autokritikën, a është e mira, e bëj më të mirën, normal i ke ato dyshimet e tua, por pastaj tani më vetëm mendoj se e kisha një lloj baze, tani më mundova ta çoj vetëm në një hap më lartë, si ti themi. Teknika që i kam përdorur janë të thjeshta, unë zakonisht punoj me akril, si dorë e parë, bazë, domethënë ja vetëm pak disa ngjyra diku, pastaj me vaj, sepse vaj ti jep disa ndriçime dhe ti jep disa një shkëlqim, disa i arrin do nivele që i jep ndryshe, vaj, akrilisti jep dot se ka shkëlqim ndryshe. Është më veçantë. Po, kam përdorur edhe me pasta, domethënë për ta krijuar teksturën, por më pak në nivele ose materiale të ndryshme, po kryesisht akrili unë qëndroj. Jam pak më pëlqente tradicionalja. Nuk e di pse më pëlqen klasikja, diçka që më jeton, nuk jam shumë e fokusuar mbi trendet e momentit. Më pëlqen tradicionalja në përgjithësi. Prandaj dhe e ke quajtur tradit. Po, edhe tradit pikërisht sepse si që thash, në temën e diplomës i kisha potencuar vetëm valltarët. Por tani kur thash nuk është e drejtë, sepse aty përfshihen veshjet, përfshihet muzika, domethënë folklorin përgjithësi, përfshihen lëvizjet, siç e thash, krahinat, punimet e dorës, edhe traditash më mirë i përfshin gjithë. Po vizitorët, çfarë ke dashur që ata të ndjejnë kur të shohin pikturat e tua? Dhe sa kohë do të qëndrojnë pikturat në galeri? Pikturat do të qëndrojnë në galeri deri ditën e premte, pasi që normalisht duhet të qëndroj më gjatë, po ka qenë koha e ngjeshur sepse është muaji nëntori dhe jemi të vetëdijshëm se domethënë
duhet të lirohet e ambienti dhe për ku di unë me eventet të tjera, po unë kam luftuar për notorin, e kam dashur gjithmonë me patjetër shkaku i temës. Kështu që çfarë të ndjejnë vizitorët kur ta shohin këtë ekspozit? Më e rëndësishme është ajo ti më ke hyrë në pikturë kur e shikon vetë, ose një profesionist, edhe ti e ke syrin e kritikës. Po vizitori nuk e shef me atë. Edhe unë, për mua është e rëndësishme t'ja shikoj portretin, edhe reagimin e parë që i jep. Në qoftë se ti e shef si shkeqe në syt, ka një reagim një qeshin në fytyrë, ajo është kënaqësia më e madhe, se domethënë ti ja ke ringjall një kujtim ose diçka nga tradita, e bën krenare, e bën vlesë, është e jotja, se realisht është e shqiptarit është, atë çdo kush që e shef e ndjen si vetën. Ajo është krenaria më e madhe. Ka vërejtur kështu emocione në gjuhën e trupit ndoshta vizitorëve ose mërgjimtarëve? Po, sepse ka pasur përveç asaj që i pash aty në moment, unë pak isha edhe habitur normal nga emocionet, po. Por edhe nga feedbacku që kam marrë më pas, njerëz që nuk i njihja, ka pas shumë që nuk i njihja dhe që më kanë shkruar, edhe që i kam parë nga të tjerët. Kjo jam habitur se kam prit aq shumë. Shumë e bukur. Kjo ka qenë ekspozita e parë, apo jo? Albina, por çfarë ke në plan? Do të bësh ekspozita të tjera në ndërkohë apo do të merr pak jetë kjo ekspozitë, këto piktura? Tashi pak do pushoj. E meriton një pushim tani, pas 8 muajsh punë. Po, du pak të pushoj, mendoj se edhe kam nevojë, se realisht gjithë kohës kam qenë angazhuar me këtë temë, si ja kam liju vjetës asnjë gjë tjetër, vetëm me këtë punë jam marrë. Mendoj se meriton një pushim dhe pastaj patjetër se do vazhdoj. Mendojnë që jashta shtetit, jashta vendit të ekspozosh, të kesh në një ekspozitë? Po. Mendoj, e kam në plan, e kam përsynim dhe shpresoj që të realizohet sa më shpejt, sepse do të jetë mënyra më e mirë për ta bardhë dhe për t'i bërë një reklam traditës tonë bukur. Cili mund të themi se është artisti ose artistja që do e veçoje, ndoshta të preferuar, botror, ndërkombëtar, që të ka lënë bresa në gjithë karrierën tënde, apo që nga fëmiria që ke pasur dëshirë që të pikturosh, po megjithatë edhe me këtë do të dëshiroje që të bashkëpunoje nga artistët e tjerë. Kush do të ishte për shembull? Piktor që më ka lënë bresa që i kam pëlqejt, realisht ka shumë, sepse ka shumë talentum, po nga ato di thoja ato botrorët të njohurit, unë do thoja Claude Monetin, e pëlqej shumë mënyrën e punës së tij, Rembrandti, ka te këta e ndjej një shpirt ndryshe, një ndjenjë ndryshe, edhe pse domethënë ato janë kaluarën normal. Kurse nga të tashmët ka shumë artistë talentum dhe realisht nuk do e kisha pasur problem fare të punoj me çdo artist i cili në punën, në stilin e tij e ka një autenticitet. E ka një autenticitet, domethënë një punë që ai e dallon në veti, është vetvetja, nuk e kisha pas problem, bile edhe nga gjinit tjera të artit, një bashkëpunim, do them nga muzika, diçka me folklor, hiç s'është problem. E kisha bashkëpunuar, s'është problem hiç. Çfarë të frymëzon më së shumti? Çfarë ke mus, le t'i themi, çfarë të motivon që të pikturosh? Edhe pse pak a shumë e përmende më herët pjesa tradicionale, por megjithatë çfarë ke frymëzim kur fillon të pikturosh? Natyra. Natyra? Po. Natyra, siç e thash edhe portretët, edhe kur shoh skena nga jeta e përditshme, këto më tërheqin, por kryesisht edhe natyra. Natyra. Më së shpeshti. Më së shpeshti. Pikturon në natyrë ose brenda, në atelje? Edhe brenda edhe jashtë, verës jashtë. Me që the natyra dhe pisurin ndoshta jashta i kemi të preferuar. Ka edhe raste, po dalë shembull i marr mjetet edhe shkoj jashtë. Shumë e bukur kjo pjesë. Çfarë do i këshilloje të rinj që duan të merren me art? Do të thonë çfarë duhet të kenë parasysh? Jo gjithkush mund të jetë artist, është talenti, është puna, cila është më shumë në përqindje? Mendoj se janë kombinim. Për të qenë artist, një pjesë do ta kesh të lindur. Po. Mendoj. Kjo është mendimi i paktën, por edhe talenti pa punë nuk funksionon. Jo, nuk funksionon sepse duhet një punë, duhet një dëshmi, sidomos të themi në këtë botë tegër të konkurrencës, që ka njerëz ndoshta dikush mund të ketë shumë më pak talent se ty, po punën e ka shumë më të madhe dhe është diçka që ti s'mund t'ja mohosh. Edhe prandaj këto të gjëra mendoj se duhet të ecin dorë për dorë bashk. Ajo që këshilla që unë do ja jepja të rinjve është se sot në këtë ditët e sotme kemi shumë atë presionin e asaj që kërkohet, po kjo kërkohet, po kjo është trend. Trendi na mbyti, trendi, por gjithsesi unë përsëri që mendoj se çdo herë në fund triumfon, si që thash edhe më para, autenticiteti. Dhe më thënë ti ta japish atë që më realisht e ndjen dhe e bën më mirë. Kur ti e jep shpirtin, ose e derë ndjenjën ti themi plotësisht në një punë, atëherë unë besoj se publiku është i aftë ta kuptoj dhe ta vlerësoj. Atëherë do më thënë ti e i veçantë. Pa pasur nevojë ti ndjekësh trendet. Albina, po të mos ishe bërë piktore, çfarë do kishe dashur tjetër të vazhdosh? Apo çfarë ke pasion dytësor, le të themi, përveç pjesës së pikturës, artit?
Apo sërish arti? Artin e kam pas prej e vogël, nuk kam pas dyshim, po më kanë thënë edhe për gazetarin, nuk e di. Ashtu? E vërtet kjo nga oratoria e mrekullueshme që ke. Nuk e di, ashtu më kanë thënë, po nuk e kam menduar realisht. Ka shumë gjëra që do kisha bërë, më pëlqejnë. Po. Jam, kështu si tip jam për ekstrovert. Po. Nuk pëlqejnë tri shumë mbyllur. Normal, vetmia është e bukur në një mas të caktuar. Në një mas të caktuar fix. Në ditë e kam patjetër atë të nevojshme atë pjesën, domethënë e vetmis, po përgjithsisht më pëlqen terreni. Po. Shumë e bukur. Mund ta kombinosh për shembull një emision për art. Mund ta Po, bësh që ti është paralel të dyja. Po, nuk i dihet, po njëherë jam te kjo tradicionale, jam e fokusuar. Sa ke pasur përkrahjen nga familja për punën tënde, për karrierën, për ekspozitën? Shumë. E pam edhe gjatë ekspozitës në deklaratat që i dhatë për mediumet, domethënë kishit të gjithë familjarët aty që të përkrahnin edhe që të mbështesnin. Shumë, realisht shumë. Të gjithë familjarët pa marrë parasysh, po ajo që më bën përshtypje realisht është përkrahja e babit, se është pak më si tipi mbyllur, por si që thash e ka pas edhe ai talent vizatimin. Edhe më kujtohet që nga koha e universitetit unë isha të pikturu, të vizatu brenda, çdo herë kur vinte për punë te dhoma ime, çka ke bë? Ta shikoj çfarë ke bë, po. Edhe më jepte kritika realisht vjen interesant sepse edhe nuk ishte në universitet diçka, domethënë nuk ishte në një nivel profesional, ti jepte kritikat më të vërtet të goditura si profesor. Unë e shifja se aty që kam bë gabimin, aty ma theksonte. Shumë e bukur. Edhe ajo motivonte shumë, e thosha babi pse se ke vazhduar edhe ti, se vizatues është shumë i mirë dhe ai më ka motivuar shumë. Do kishe trashëguar ndoshta si profesion. Po. Shumë e bukur, sukseset arjen kur edhe familjarët përkrahin bitë dhe bijat e tyre që të kenë suksese në rrugtimin e tyre. Ju përgëzoj juve dhe familjen tuaj që kanë arritur që të shkollojnë një vajzë si Arbina edhe sot të bëjë edhe ekspozitën e saj të parë. Arbina, unë të falenderoj shumë që në nderove sot me praninë tënde në këtë emision. Uroj që të bëjmë dhe tema tjera bashkë për artin, pse jo dhe për gazetarinë ndoshta. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia ishte realisht e imja, ma bëri bisedën shumë të këndshme, shumë të lehtë, hiç pa problem. Faleminderit. Jam qenë shumë e rrjedhshme dhe shumë e sinqertë. Faleminderit shumë. Faleminderit, kënaqësi që ishe sot pjesë e jona. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi pas pak në pjesën tjetër.